Në një apartament e errët në Beograd, policia gjeti një letër të palosur në tre. Letra ishte shkruar me shkronja të rënda, sikur dora që e mbante stilografin dridhej nga një peshë e padurueshme. Në krye të saj qëndronte një fjali që do të ngrinte pyetje për dekada me radhë. Nuk jam i sëmur, jam i lodhur nga urrejtja. Kjo letër u fsheh nga familja për 20 vjet. Askush nuk donte ta pranonte të vërtetën, se Bekim Femiu, yli i parë shqiptar i Hollywoodit, njeriu që kishte luajtur krah për krah me Elizabeth Taylor dhe Orson Welles, nuk ishte thjesht një artist i depresionuar. Ai ishte një protestues i heshtur, një njeri që zgjodhi vdekjen si një akt politik kundër gjakderdhjes që po gëlltiste Ballkanin. Por çfarë shtyu këtë titan të ekranit, këtë burr që kishte pasur gjithçka, fam, pasuri, dashuri, të shkruante këto fjalë të fundit? Kush e detyroi të hesht për 20 vjet? Dhe pse askush nuk donte ta dëgjonte kur ai ende fliste? Sot, për herë të parë, ne do të hapim dosjen që familja e mbajti të mbyllur. Do të flasim me njerëzit që e pan Bekimin pa maskën e ylit. Do të zbulojmë se çfarë ndodhi në ato 20 vjet heshtje që e gërrien nga brenda, derisa ai vendosi se vdekja me nder ishte më e mirë se jeta në turp. Bekim Femiu lindi në Sarajev në vitin 1935 në një familje shqiptare që kishte mbijetuar shekuj në perandorit të ndryshme. Baba i tij, një tregtar i vogël, ëndërronte që djali të bëhej inxhinier ose mjek, diçka serioze, siç thoshte ai. Por Bekimi kishte zjarr në gjak, që në moshën 15 vjeç ai fshihej në teatrin e qytetit dhe shikonte provat nga galeria e sipërme, duke mësuar përmendësh replika që as nuk i kuptonte plotësisht. Nena e tij, një grua e butë por me vullnet të fortë, e mbrojti kur babai zbuloi se djali po humbisnin orë mësimi për të shkuar në teatr. Lëre të ndërroj, i tha ajo burrit. Bota ka nevojë për ëndërrintar. Por bota që po vinte nuk kishte kohë për ëndra. Lufta e dytë botërore shpërtheu dhe familja Femiu u detyrua të fshihej në bodrumin e një xhamie të vjetër për muaj të tërë. Bekimi, ende një djalë, pa gjëra që asnjë fëmijë nuk duhet t'i shohë. Trupa në rrugë, shtëpi në flak, njerëz që zhduken në mes të natës. Kur lufta mbaroi, ai doli nga ai bodrum si një njeri tjetër. Sytë e tij kishin humbur pafajësinë, por kishin fituar diçka më të fortë. Një vendosmëri të hekurt për të treguar botës se shqiptarët nuk ishin thjesht viktima të historisë. Ata mund të ishin heronj, artist, yje. Në vitin 1953, Bekimi u pranua në Akademinë e Arteve Dramatike në Beograd. Ishte një nga të pakët shqiptarët në një institucion ku dominonin serbët dhe kroatët. Profesorët e shikonin me dyshim. A diti fare serbisht si duhet? E pyeti një pedagog në ditën e parë. Bekimi ju përgjigj duke recituar një monolog të tërë nga Shakespeare në serbisht të përsosur, me një zë që bëri që të gjithë klasa të heshte. Nga ajo ditë, askush nuk e nënvlerësoi më. Por suksesi erdhi me një çmim. Për të përshtatur, Bekimi filloi të fshishte identitetin e tij. Në skenë, ai ishte Bekim, por në jetën e përditshme, shokët e thërrisnin me nofka serbe. Ai buzëqeshte, por brenda diçka po thyhej. Në një letër drejtuar motrës së tij shkroi: "Donjëherë ndihem si një aktor edhe kur nuk jam në skenë. Po luaj rolin e dikujt që nuk jam, vetëm që të më pranojnë." Por talenti i tij ishte i pamohueshëm. Në vitin 1960, ai luajti rolin kryesor në filmin Kapiten Leshi, një epope historike që u bë fenomen në të gjithë Jugosllavinë. Njerëzit radhiteshin para kinemat për orë të tëra. Gratë dërgonin letra dashurie, burrat donin të ishin si ai. Bekimi Femiu ishte bërë yli më i madh i Ballkanit. Por askush nuk e dinte se pas atij buzëqeshje të gjerë në ekran, ai po luftonte me demon që askush nuk i shihte. Në gjimnazin ku kishte studiuar, një mësues i vjetër tha për një gazetar: "Bekimi ishte djali që çeshte më shumë se të gjithë, por sytë e tij ishin gjithmonë të trishtuar. Sikur ai e dinte diçka që ne nuk e dinim. Çfarë mundte atë? Ishte fama që po e ngrinte,
apo diçka më e errët që po e priste në horizont. Në vitin 1968, Bekimi mori një telefonat që do të ndryshonte jetën e tij përgjithmonë. Në anën tjetër të linjës ishte një zë me feks amerikan. Zoti Femiu, ju kemi zgjedhur për të luajtur Odiseun në filmin ton të ri. Do të punoni me Irene Papas, Michael Kakoyanis dhe Franco Rossi. Jeni gati të vini në Rom? Bekimi mbajti receptorin në dorë për disa sekonda pa folur. Nëna e tij, që ishte në dhomën ngjitur, e pa të zbete. "Çfarë ndodhi?" pyeti ajo. "Mami," tha ai me zë të thyer, "po shkoj në Hollywood." Por ëndra kishte një çmim. Për të marrë vizën amerikane, Bekimi duhej të kalonte nëpër një sër intervistash me zyrtar jugoslav dhe amerikan. Në një prej tyre, një oficer i CIA-s e pyeti drejt për drejt: "A jeni komunist, zoti Femiu?" Bekimi e dinte se përgjigja e gabuar mund të shkatëronte gjithçka. "Unë jam aktor," tha ai. "Politika është për politikanët." Oficeri e shikoi për një kohë të gjatë, pastaj vulosi dokumentet. Por ajo pyetje do të ndjek Bekimin për pjesën tjetër të jetës. Kur ai mbërriti në Rom për xhirimet e Odises, u prit si mbret. Gazetarët e rrethuan në aeroport. "Si ndihet të jesh shqiptari i parë në një superprodukim perëndimor?" e pyetën ata. "Mos haro kurse kush je, bir. Bota do të përpiqet të ndryshojë, por ti duhet të mbetesh Bekim." Hirimet ishin një fer i bukur. Ditë të tëra në ndjelim përvëlues të mesdheut, duke luajtur skenat më ikonike të letërsisë botërore. Por tensionet në set ishin të papërshkrueshme. Disa aktor italian e shikonin Bekimin si një tjetër të huaj që kishte vjedhur një rol që duhej i takonte një perëndimori. Në një darkë private, një aktor i famshëm italian i tha hapur: "Ti luan mirë, por kur nuk do të jesh vërtet një prej nesh." Bekimi nuk u përgjigj. Ai thjesht u ngrit dhe u largua nga tavola. Por ato fjalë u gdhëndën në shpirtin e tij si me thik. Kur filmi u lancua në vitin 1970, ai u bë një sukses global. Bekimi Femiu ishte tani një emër që njihej nga New Yorku në Tokyo. Por në Jugoslavi, diçka po ndryshonte. Shokët e tij të vjetër, aktorët që kishin luajtur me të në Beograd, filluan ta shikonin me smir. "Ai na harroi," thoshin ata. "Tani është shumë i madh për ne." Në të vërtet, Bekimi nuk ishte harruar askënd. Ai dërgonte para familjes, ndihmonte kolegët e rinj, mbështeste teatrot shqiptare. Por zilia është një helm që nuk ka antidot. Në vitin 1971, Bekimi u ftua në Hollywood për të takuar producent të mëdhenj. Ai u ul në një zyrë luksoze në Beverly Hills përballë një burri me cigare të trash që i tha: "Bekim, ti ke talentin, por emri yt është shumë i vështirë për amerikanët. Çfarë do të thoje për Ben Fahey? Ti ngëllon më universal." Bekimi ndjeu një të ftohtë që i kaloi në përkuriz. "Emri im është Bekim Femiu," tha ai ngadalë. "Nëse nuk mund ta shqiptojnë, mund të mësojnë." Producenti e shikoi me një buzëqeshje të ftohtë. "Atëherë shpresoj që të kesh fat, shoku." Dera e Hollywoodit u mbyll para tij atë ditë. Jo me zurmë, por me një klik të butë që jehoi më fort se çdo përplasje. Bekimi u kthye në Jugoslavi, por diçka kishte ndryshuar në të. Ai nuk ishte më djali i ri plot ëndra që kishte ikur. Ai ishte një njeri që kishte parë majën e malit dhe kishte kuptuar se ajo majë nuk ishte për të. Jo sepse nuk ishte mjaft i mirë, por sepse bota nuk ishte gati për një hero shqiptar. Në një intervistë të rrallë dhënë në vitin 1973, një gazetare pyeti: "Bekim, a pendohesh që nuk ndryshove emrin?" Ai u përgjigj me një zë të qetë por plot dhimbje: "Nëse unë ndryshoj emrin tim, atëherë çfarë mbetet prej meje? Një fantazm që luan role por nuk jeton kurrë?" Ajo intervistë u censurua. Vetëm një fragment u botua dhe edhe ai ishte redaktuar. Por ata që ishin në studio atë ditë thanë se pas kamerave Bekimi qau. Ai qau për ëndrrën që kishte vdekur, për identitetin që kishte mbrojtur me çmimin e karrierës, për një botë që e donte si aktor, por jo si shqiptar. Dhe kjo ishte vetëm fillimi, sepse ajo që po vinte do t'ishte edhe më e keqe.
Tensionet në Jugoslavi po rriten, nacionalizmi po ngrinte kokën, dhe Bekimi Fehmiu, yli që kishte përfaqësuar unitetin jugoslav, po bëhej një simbol i ndarjes. Por kush po e përdorte atë? Dhe pse ai nuk po fliste? Në një apartament të vogël në lagjen e vjetër të Beogradit, një grua me flokë të thinjur ruan ende një çantë lëkure të grisur. Brenda saj gjenden letra që asnjë arkiv shtetëror nuk i ka regjistruar kurrë. Janë shkruar me dorëshkrim të shpejtë, sikur autori kishte frikë se dikush mund ta ndërpres. Kjo grua është Milica Stanković, ish sekretarja personale e Bekimit për 60 vjet. Ajo nuk ka folur kurrë publikisht, derisa ne e gjetëm në dimrin e vitit 2021. Ai nuk ishte i çmendur, na tha ajo, duke mbajtur një nga letrat me duar që dridheshin. Ai ishte i vetmi njeri i shëndosh në një botë që po çmendej. Në atë letër, të datuar në shkurt të vitit 1988, Bekimi kishte shkruar: "Më kërkuan të heq flamurin shqiptar nga zyra ime. Thanë se provokonte. Por si mund të jetë provokues flamuri i adheut tim në shtëpinë time?" Milica na tregoi se pas atij incidenti, Bekimi filloi të merrte telefonata kërcënuese në mes të natës. Zëra të panjohur që i thoshin: "Shqiptarët si ti duhet të mësojnë vendin e tyre." Policia nuk hetoi kurrë. Kur Bekimi shkoi për të raportuar, oficeri në detyrë e shikoi dhe tha: "Zoti Fehmiu, ju jeni një figurë publike. Njerëzit thonë shumë gjëra. Mos i merrni seriozisht." Por si mund të mos i merrje seriozisht kur gjetje makinën tënde me goma të shpuara çdo javë? Kur fëmijët e tu kthehen nga shkolla duke qarë, sepse shokët i quajnë shqiptar të ndyrë. Milica na tregoi një detaj që na ngriti qimet. Një ditë, në vitin 1990, Bekimi erdhi në zyrë me një zarf të madh. Brenda kishte fotografi të familjes së tij, gruas, fëmijëve, madje edhe nënës së tij të vjetër. Çdo fotografi ishte e shënuar me një gji të kuqe, asnjë shënim tjetër, vetëm ato gji. Ai u ul në karrige dhe nuk foli për orë të tëra. Unë e pyeta nëse duhej të thërrisja policinë. Ai thjesht tundi kokën dhe tha: "Policia? Milica, policia e di kush i dërgoi këto. Kush kishte interes ta friksonte Bekimin? Ai nuk ishte politikan, nuk ishte aktivist. Ishte thjesht një aktor që donte të jetonte me dinjitet." Por në Jugosllavinë e fundit të viteve 80, edhe heshtja kishte bërë një deklaratë politike, dhe Bekimi kishte zgjedhur anën e gabuar të historisë. Ai kishte zgjedhur të mbetej shqiptar. A mund të ketë qenë kjo arsyeja pse karriera e tij filloi të shkatërrohet? A ishte kjo arsyeja pse rolet filluan të zhduken një nga një, derisa ai u bë një fantazm në industrinë që vetë kishte ndërtuar? Në vitin 1991, Bekimi Fehmiu mori një ftesë që dukej si një shpëtim. Një festival ndërkombëtar filmi në Prishtinë, në zemër të Kosovës, donte ta nderonte si legjendën e gjallë të kinematografisë shqiptare. Ishte hera e parë që ai do të shkelte në atë tokë si një hero, jo si një vizitor i dyshimt. Bashkëshortja e tij, Branka, një serbe nga Beogradi që kishte dashuruar Bekimin që në ditët e para të akademisë, e paralajmëroi: "Mos shko. Situata është e tensionuar. Njerëzit po flasin për luftë." Por Bekimi nuk dëgjoi. "Unë duhet të shkoj", i tha asaj. "Këta janë njerëzit e mi. Nëse unë nuk shkoj, atëherë çfarë mesazhi po dërgoj? Se kam frikë? Se jam turpëruar?" Kur ai mbërriti në Prishtinë, qyteti ishte një kazan gati për të shpërthyer. Tanket serbe rrotulloheshin në rrugë. Policia e veshur me uniforma të zeza kontrollonte çdo koshe. Por kur Bekimi zbriti nga makina, diçka magjike ndodhi. Njerëzit filluan të dalin nga shtëpitë e tyre. Në fillim 1, pastaj 10, pastaj qindra. Ata rrethuan makinën e tij duke brohoritur emrin e tij: "Bekim! Bekim! Bekim!" Gratë e vjetra i puthnin duart, burrat e rinj qanin. Një plak me mjekër të bardhë ju afroa dhe i tha: "Djalim, ti na dhe dinjitet kur bota na trajtonte si kafsh. Ti na tregove se shqiptarët mund të jenë yje." Bekimi nuk mund të fliste. Ai thjesht qante, i rrethuar nga njerëzit që e donin jo për rolin që luante, por për atë që ishte. Por ajo natë,
në hotelin ku po qëndronte, ndodhi diçka që do ta ndryshonte gjithçka. Në orën 3 të mëngjesit, dikush trokiti në derën e dhomës së tij. Kur bekimi hapi, gjeti një burr të ri me sy të friksuar. "Zoti Femiu", tha ai me zë të ulët, "ju duhet të largoheni. Tani. Kam vendosur të ju arrestojnë në mëngjes." "Do të thonë se po nxitni nacionalizmi shqiptar. Kam një makinë poshtë, ju lutem, e jani." Bekimi e shikoi burrin. "Kush je ti?" pyeti ai. "Jam një polic", tha burri. "Por para së gjithash, jam shqiptar dhe nuk mund të lejoj që t'ju ndodh diçka." Bekimi u largua atë natë duke u fshehur në bagazhin e një makine që kaloi nëpër rrugë të fshehtë malore. Kur ai arriti në Beograd, Branka e priti në derë me një shprehje që ai nuk e kishte parë kurrë më parë: frikë të pastër. "Ata erdhën këtu", i tha ajo. "Policia sekrete, prietën për ty. Prietën nëse ti ke kontakte me separatist. Bekim, çfarë po ndodh?" Ai e përqafoi dhe i tha: "Po ndodh ajo që gjithmonë kam ditur se do të ndodhte. Po ndahet Jugoslavia. Dhe njerëz si unë, që nuk përkasin plotësisht në asnjë anë, po bëhen armiq të të gjithëve." Në javët që pasuan, Bekimi filloi të merrte thirrje nga miq të vjetër që i thoshin të mos vinte më në vende publike. Një regjisor me të cilin kishte punuar për dekada i tha: "Bekim, më vjen keq, por nuk mund të jap më role. Prodhuesit thonë se emri yt është problematik. Njerëzit po ndahen në kampe, dhe ti je në kampin e gabuar." "Cili ishte kampi i gabuar? Ai i të qenit shqiptar? Ai i të qenit njeri?" Bekimi nuk e kuptonte. Ai kishte jetuar gjithë jetën duke besuar se arti mund të bashkonte njerëzit, se talenti nuk ishte kombësi. Por tani, në moshën 56 vjeç, ai po mësonte një të vërtet të hidhur. Kur urrejtja ngrihet, as arti nuk mund të të shpëtojë. Në një intervistë të fundit që dha në vitin 1992, para se të hyjë në heshtjen e tij 20 vjeçare, Bekimi tha diçka që shumë njerëz e keqkuptuan si depresion. "Kam luajtur mbretër dhe hero. Kam qëndruar në skenat më të mëdha të botës. Por tani, në vendin tim, nuk mund të eci në rrugë pa u ndjerë si një i huaj." "Çfarë lloj fitorie është kjo?" Gazetari e pyeti. "A pendoheni që u bët aktor?" Bekimi buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e thyer. "Unë pendohem që besova se bota ishte gati për një hero shqiptar. Ajo nuk ishte. Dhe ndoshta nuk do të jetë kurrë." Ato ishin fjalët e fundit që ai tha publikisht për shumë vite. Por çfarë po ndodhte pas dyerve të mbyllura? Çfarë po e hante nga brenda? Dhe pse askush nuk po e dëgjonte kur ai ende kishte diçka për të thënë? Në vitin 1993, ndërsa Jugoslavia po coptohej në një luftë civile që do të linte gjurmë për breza, Bekimi Femiu mori një vendim që të gjithë e konsideruan si çmenduri. Ai mbyll derën e shtëpisë së tij dhe nuk doli më, jo për ditë, jo për javë, por për vite. Fqinjet e shikonin dritaret e errta të vilës së tij në Dedinje, lagja më ekskluzive e Beogradit, dhe përshpritnin: "Ai ka humbur mendjen, fama e shkatërroi", por e vërteta ishte shumë më e thellë dhe më e vimshme. Në një dosie që familja e tij na lejoi të shihnim për herë të parë, gjetëm një ditar që Bekimi mbajti gjatë atyre viteve. Shënimet janë të shkurtra, të dhata, sikur shkruara nga një njeri që po humbet shpresën fjalë për fjalë. Në janar të vitit 1994, ai shkroi: "Sot dëgjova në lajme se një fshat shqiptar u dogj në Kosovë. 23 njerëz të vdekur, duke përfshirë 6 fëmijë." Gazetari e tha sikur po raportonte motin. Asnjë emocion, asnjë zemrim, vetëm fakte. Kur njerëzit vdesin dhe bota nuk ndjek më, çfarë kuptimi ka të jetosh? Branka, bashkëshortja e tij, u përpoq ta nxirrte nga ajo gjendje. Ajo ftonte miq, organizonte darka, i sëlte skripte të reja. Por Bekimi thjesht u lej në koltukun e tij të vjetër lëkure dhe shikonte nga dritarja. Ai nuk ishte i pranishëm, na tha Branka në një intervistë të dhimbshme që dha në vitin 2017, 4 vjet pas vdekjes së tij. Trupi i tij ishte atje, por shpirti i tij
kishte ikur diku tjetër. Ai jetonte në një botë që vetëm ai e shihte, një botë ku drejtësia ekzistonte, ku njerëzit nuk vrisnin njëri tjetrin për gjuhën që flisnin. Por heshtja e bekimit nuk ishte dorëzim, ishte protest. Në një letër të shkruar për djalin e tij Ulix, në vitin 1997, ai shpjegoi: "Djali im, të gjithë më pyesin pse nuk flas më, pse nuk jap intervista, pse nuk dal në publik. Ata mendojnë se jam i sëmur, por unë nuk jam i sëmur. Unë jam i shëndosh për herë të parë në jetën time. Sepse kam kuptuar se në një botë ku fjalët përdoren për të nxitur urrejtje, heshtja është arma më e fortë. Unë nuk do t'u jap atyre zërin tim, nuk do ta përdorin emrin tim për të justifikuar gjakderdhjen." Kjo letër nuk u bë publike deri në vitin 2020, kur djali i tij vendosi ta ndante me botën. Por deri atëherë, njerëzit kishin krijuar historitë e tyre. Disa thoshin se Bekimi kishte humbur paratë e tij në kazino. Të tjerë thoshin se kishte një sëmundje mendore. Kishte edhe ata që thoshin se ishte thjesht një yll i moshuar që nuk mund të pranonte se koha e tij kishte kaluar. Asnjë nga këto nuk ishte e vërtetë. E vërteta ishte se Bekimi Fehmiu kishte bërë diçka që shumë pak njerëz kanë guximin ta bëjnë. Ai kishte zgjedhur parime mbi famë, dinjitet mbi para, heshtje mbi përfshirje në një lojë të ndyrë. Por kjo zgjedhje kishte një çmim. Në vitin 1999, kur NATO filloi bombardimet mbi Serbinë për shkak të krizës në Kosovë, Bekimi ishte ende i mbyllur në shtëpinë e tij. Një mik i familjes, aktori Rade Sherbegjia, shkoi ta vizitonte. Ai na tregoi se çfarë gjeti. Bekimi ishte ulur në errësirë, nuk kishte ndezur drita. Jashtë, qyteti dridhej nga shpërthimet, por ai ishte krejtësisht i qetë. Më tha: "Rade, kjo është fundi. Jo vetëm i Jugoslavis, por i një ëndre. Ne menduam se mund të jetonim së bashku, serb, kroat, shqiptar, musliman, por ata që na urrejnë fituan. Dhe tani po paguajnë çmimin." Rade e pyeti nëse kishte frikë. Bekimi u përgjigj: "Frika është për ata që kanë ende diçka për të humbur. Unë kam humbur gjithçka që kishte rëndësi, respektin e vendit tim, besimin në njerëzimin, shpresën se arti mund të ndryshoj botën. Çfarë më mbetet për të pasur frikë?" Ato fjalë e tronditën Rade aq shumë sa ai u largua duke qarë. Ai na tha: "Unë e kuptova atë natë se Bekimi nuk po jetonte më, ai po mbijetonte, dhe ka një ndryshim të madh midis këtyre dy gjërave." Në vitet që pasuan, Bekimi u bë një legjendë urbane. Njerëzit e shikonin rrallë, një hije që ecte në park në Axhim, një figurë e vetmuar që blinte bukë nga dyqani i qoshes. Por askush nuk kushonte t'i afrohej. Ishte sikur ai kishte ndërtuar një mur të padukshëm rreth vetes, një mur që thoshte: "Mos më prekni, mos më pyetni, mos më detyroni të shpjegoj dhimbjen time." Por brenda atij muri, Bekimi po luftonte një betejë që askush nuk e shihte, një betejë midis dëshirës për të jetuar dhe ndjenjës se jeta kishte humbur kuptimin. Një betejë midis dashurisë për familjen e tij dhe peshës së turpit që ndjente për botën që po u linte atyre. Në vitin 2001, ai shkroi në ditarin e tij: "Çdo mëngjes zgjohem dhe pyesem, pse? Pse duhet të vazhdoj? Për kë? Për çfarë? Dhe çdo mëngjes gjej një arsye të vogël. Buzëqeshja e gruas sime, zëri i djalit tim, kujtimi i nënës sime që më thoshte se krenaria është e vetmja gjë që askush nuk mund ta marrë prej teje. Por sa kohë mund të jetosh vetëm me krenari? Sa kohë mund të ushqesh shpirtin me kujtime?" Kjo pyetje do të mbetej pa përgjigje për 20 vjet. Derisa një ditë, Bekimi vendosi se kishte gjetur përgjigjen. Dhe ajo përgjigje do të trondit një kom të tërë. Por çfarë e shtyu drejt asaj vendimi final? Çfarë ndodhi në ato ditë të fundit që e bëri të shkruante atë letër që policia gjeti të palosur në tre? Dhe pse, edhe sot, 20 vjet pas asaj dite, ne ende po përpiqemi të kuptojmë se çfarë donte të na tregonte Bekimi Fehmiu me heshtjen e tij. Në një zyrë të vogël në qendrën e Beogradit, e fshehur në katin e tretë të një ndërtese që duket si çdo ndërtesë tjetër, ruhet një dosie
që asnjë institucion shtetëror nuk e ka pranuar kurrë zyrtarisht. Brenda saj gjenden kontrata të nënshkruara me gjurmë gishti, jo me nënshkrim. Një praktik që përdorej vetëm për marrëveshje që nuk duhej të ekzistonin. Këto dokumente u zbuluan nga një ish punonjës i Ministrisë së Kulturës që kërkoi anonimitet të plot. Nëse emri im del, na tha ai duke dridhur duart, familja ime do të paguaj çmimin. Në një nga ato kontrata, të datuar në mars të vitit 1986, emri i Bekim Femiut shfaqet në një listë me 23 artistë të tjerë. Titulli i dokumentit është i ftohtë dhe burokratik. Lista e figurave publike me influencë të dyshimtë kombëtare. Çfarë do të thotë kjo? Burri na shpjegoi. Do të thotë se ata ishin në mbikëqyrje. Çdo lëvizje e tyre regjistrohej, çdo takim shënohej. Çdo fjalë që thoshin në publik analizohej nga njerëz që vendosnin nëse ata ishin të sigurt për regjimin. Por Bekimi nuk ishte disident. Ai nuk ishte folur kurrë kundër qeverisë. Pse atëherë ishte në atë listë? Përgjigjja gjendet në një shënim të shkruar me dorë në fund të faqes. Femiu, origjinë shqiptare, lidhje familjare në Kosovë, refuzoi të denoncojë nacionalizmin shqiptar në intervistë publike. Rrezik i mundshëm për unitetin jugosllav. Me fjalë të tjera, Bekimi u bë i dyshimt, jo për atë që kishte bërë, por për atë që nuk ishte bërë. Ai nuk ishte tradhtuar popullin e tij. Ai nuk ishte thënë fjalët që ata donin të dëgjonin. Unë jam jugoslav, jo shqiptar. Dhe për këtë krim të heshtur, ai u vendos në një lloj burgu të padukshëm. Në vitin 1987, Bekimi mori një ftesë për të luajtur në një film që do të prodhohej nga një studio shtetërore. Roli ishte i një generali që luftonte kundër separatistëve shqiptar në Kosovë. Skripti ishte propagandë e pastër. Shqiptarët portretoheshin si terroristë, serbët si heronj. Bekimi e lexoi skriptin dhe e hodhi në zjarr. Nuk do ta bëj kurrë, i tha agentit të tij. Nuk do të jem fytyra e urrejtjes. Agenti e paralajmëroi. Bekim, nëse refuzon këtë, nuk do të të ofrojnë më asgjë. Ata do të të fshin nga historia. Bekimi u përgjigj me një qetësi të ftohtë. Atëherë let më fshin. Por të paktën do të fshihej një njeri me dinjitet, jo një kukull. Ajo ishte hera e fundit që ai mori një ofertë për punë. Por kush kishte dhënë urdhrin? Kush kishte vendosur që Bekim Femiu, yli më i madh që Jugosllavia kishte prodhuar ndonjëherë, duhej të zhduket nga jeta publike? Dhe pse askush nuk pyeti ku kishte shkuar? Në dimrin e vitit 1998, ndërsa bora mbulonte rrugët e Beogradit dhe qyteti përgatitej për festat e fundvitit, në shtëpinë e Bekim Femiut po ndodhte diçka që askush jashtë mureve të saj nuk e dinte. Trupi i tij po e tradhtonte, jo me zhurmë, jo me dhimbje dramatike, por me një dobësim të ngadaltë dhe të pashpjegueshëm që mjekët nuk mund ta diagnostikonin. Ai kishte filluar të humbas pesh. Fytyrën e tij, që dikur kishte qenë fytyra e një perëndie greke në ekran, tani ishte e thelluar dhe e verdh. Duart i dridheshin kur mbante një filçan çaj. Por kur Branka insistonte që të shkonte te mjeku, ai refuzonte. "Çfarë do të më thonë?" pyeste ai. "Që po vdes? Unë e di tashmë. Po vdes prej vitesh. Vetëm që tani trupi po e kupton atë që shpirti e ka ditur prej kohësh." Një mik i familjes, mjeku Dragan Petrović, erdhi ta vizitonte në fshehtësi. Ai na tregoi se çfarë gjeti. Bekimi kishte humbur gati 20 kilogram. Lëkura e tij kishte një ngjyrë që unë e njiha nga pacientët me probleme serioze të mëlçisë ose të veshkave. Por kur i propozova të bënte analiza, ai më shikoi me sy që më tronditën. Aty nuk ishte frikë, kishte vetëm lodhje. Një lodhje aq të thellë sa dukej sikur kishte mbaruar një luftë shekullore. Dragan e pyeti drejt për drejt. "Bekim, apo pi?" Bekimi u përgjigj me një sinqeritet që e la pa fjalë. Po pi, çdo natë, sepse është e vetmja mënyrë që mund të fle pa parë fytyrat e fëmijëve që digjen në Kosovë, pa dëgjuar britmate grave që përdhunosen, pa ndjer peshën e një kombi që po shkatërohet, ndërsa unë ulem këtu, i paftë,
i heshtur, i kot. Mjeku u përpoqta bind, por ti nuk je përgjegjës për luftën, ti je aktor, jo ushtarak. Bekimi qeshi, një të qeshur të hidhur që t'i ngëllonte më shumë si një rënkim. Pikrisht aty është problemi, Dragan. Unë jam vetëm një aktor. Gjithë jetën time kam luajtur heronj që shpëtonin njerëz, që luftonin për drejtësi, që ndryshonin botën. Por kur erdhi koha që bota ime kishte nevojë për një hero të vërtet, unë nuk isha asgjë. Vetëm një plak i dobët që fshihej në shtëpinë e tij. Ato fjalë e tronditën Dragan aq shumë sa ai u largua duke qarë. Ai na tha: "Unë e kuptova atë natë se Bekimi nuk po vdiste nga alkooli. Ai po vdiste nga turpi. Turpi i të qenit i gjallë ndërsa të tjerët vdisnin. Turpi i të qenit i famshëm ndërsa populli i tij po shtrohej. Turpi i të qenit i paaft të bëjë diçka që kishte kuptim. Por kishte edhe diçka tjetër që po e hante nga brenda. Diçka që ai nuk ja kishte thënë askujt, as Brankës, as fëmijëve të tij." Në një nga fletët e fundit të ditarit të tij, të shkruar me shkronja kaq të vogla sa duhet të përdorësh lup për t'i lexuar, Bekimi rrëfeu një sekret që shpjegon gjithçka. Në vitin 1994, një njeri erdhi te unë. Nuk do të them emrin e tij sepse ai ka familje. Ai më tha se kishte një plan për të nxjerrë familje shqiptare nga Kosova dhe t'i çonte në siguri. Kishte nevojë për para, shumë para. Unë i dash gjithçka që kisha, kursimet e një jete, parat që kisha fshehur për pleqërinë time. Ai premtoi se do të shpëtonte të paktën 50 familje. 3 muaj më vonë, zbulova se ai ishte mashtrues. Ai mori parat dhe zhduku. Asnjë familje nuk u shpëtua. Dhe unë nuk mund t'ia them kujt, sepse nëse e them, do të duhet të shpjegoj pse kisha ato para, nga vinin, pse nuk i kisha deklaruar. Do të më akuzojnë për evazion fiskal, për lidhje me kriminal, për çdo gjë. Dhe emri im, i vetmi gjë që më ka mbetur, do të njoloset për gjithmonë. Ky sekret e hëngri Bekimin më shumë se çdo sëmundje. Ai nuk kishte dështuar vetëm në të qenit hero, ai kishte dështuar edhe në përpjekjen e tij të vetme për të bërë diçka konkrete. Dhe për këtë, ai nuk mund të falte veten. A mund të jetojë një njeri me një peshë të tillë? A mund të zgjohet çdo mëngjes, duke ditur se 50 familje që mund të ishin shpëtuar, tani ndoshta ishin të vdekura, sepse ai kishte besuar njeriun e gabuar. Kjo pyetje mund të çdo natë, çdo orë, çdo frymarrje. Në pranverën e vitit 2000, ndërsa bota festonte 1.000 vjeçar të ri dhe njerëzit flisnin për shpresa dhe fillime të reja, Bekimi fëmiu mori një vendim që askush nuk e kishte pritur. Ai vendosi të shkruante një letër, jo për publikun, jo për shtypin, por për veten e tij. Një letër që do të ishte dëshmia e tij finale, shpjegimi i tij për heshtjen 20 vjeçare, testamenti i tij shpirtëror. Branka e gjeti duke shkruar një mëngjes herët. Ai ishte ulur në tavolinën e tij të vjetër të punës, të njëjtën ku kishte lecuar skriptet e filmave të tij më të mëdhenj, dhe shkruante me një përqendrim që ajo nuk e kishte parë prej vitesh. "Çfarë po shkruan?" e pyeti ajo. Bekimi nuk e ngriti kokën. "Po shkruaj të vërtetën," tha ai. "Të vërtetën që askush nuk deshi ta dëgjonte kur isha gati ta them me zë të lartë. Tani do ta lë këtu, dhe kur të jem larguar, ndoshta dikush do ta lexoj dhe do të kuptoj." Branka ndjeu një të ftohtë që i kaloi në përkurriz. "Kur ti jesh larguar? Bekim, për çfarë po flet?" Ai e shikoi me një butësi që e theu zemrën e saj. "Branka, ti e di. Ti e ke ditur prej kohësh. Unë nuk po jetoj më. Unë po pres, dhe pritja ka mbaruar." Ajo u përpoq ta bind, ta nxirrte nga ajo gjendje, por Bekimi ishte vendosur. Ai vazhdoi të shkruante për ditë të tëra. Faqe pas faqe, ai derdhi gjithçka. Dhimbjen, zemrimin, zhgënjimin, dashurinë, shpresën e humbur, besimin e tradhtuar. Ai shkroi për ditën kur kishte refuzuar të ndryshonte emrin e tij në Hollywood. Ai shkroi për natën kur kishte ikur nga Prishtina në bagazhin e një makine. Ai shkroi për mashtrimin që e kishte lënë pa para dhe pa shpresë për të shpëtuar dikë. Ai shkroi për çdo herë që kishte ndjerë se bota nuk kishte vend për një njeri si ai, një njeri që donte të ishte hero,
por që jetonte në një kohë kur heronjt nuk lejoheshin të ekzistonin. Dhe në fund të asaj letre, ai shkroi fjalët që do të bëheshin të famshme, fjalët që policia do të gjente të palosa në tre. Nuk jam i sëmur, jam i lodhur nga urrejtja. Kam jetuar në një botë ku njerëzit vritën njëri tjetrin për gjuhën që flasin, për fen që praktikojnë, për tokën ku kanë lindur. Kam parë fëmijë të digjen, gra të përdunosen, burra të masakrohen. Dhe gjithë kjo në emrin e atveut, të kombit, të drejtësisë. Por çfarë drejtësie ka në gjakderdhje? Çfarë dhe dashurie ka në urrejtje? Unë nuk dua të jetoj më në një botë të tillë. Dhe nëse vdekja ime mund të bëjë që qoftë edhe një njeri të ndaloj dhe të mendoj për çmimin e urrejtjes, për kotësinë e luftës, për vlerën e jetës njerëzore, atëherë vdekja ime nuk do të ketë qenë e kotë. Kur Branka e lexoi atë letër, ajo e kuptoi se kishte humbur betejën. Ajo nuk mund ta shpëtonte më, askush nuk mund. Sepse Bekimi nuk po vdiste nga depresioni, ai po vdiste nga një vendim i ndërgjegjshëm. Vendimi që të mos jetonte më në një botë që e kishte traftuar çdo vlerë që ai kishte besuar. Në qershor të vitit 2003, Bekimi Fehmiu u largua nga kjo botë. Detajet e asaj dite janë ende të dhimbshme për t'u treguar, dhe ne do t'i respektojmë. Por ajo që duhet të dihet është kjo: ai nuk u largua si një njeri i dështuar, ai u largua si një protestues. Një njeri që zgjodhi të vdes me dinjitet se sa të jetoj në turp. Dhe letra e tij, ajo letër e palosur në tre, u bë një dokument historik që tani ruhet në Arkivin Kombëtar të Kosovës. Mijëra njerëz kanë shkuar për ta lexuar. Shumë prej tyre kanë qarë, sepse ajo letër nuk është vetëm historia e Bekim Fehmiut, është historia e një kombi të tërë që u detyrua të zgjedhë midis identitetit dhe mbijetesës, midis dignitetit dhe sigurisë, midis të qenit hero dhe të qenit i gjallë. Por pyetja mbetet: a dëgjoi dikush mesazhin e tij? A ndryshoi diçka pas vdekjes së tij? Apo ai vdiq kot, si kaq shumë të tjerë që përpiqen të flasin të vërtetën në një botë që preferon gënjeshtrën? Në një arkiv privat në Tiranë, i mbyllur për publikun për gati 20 vjet, ruhet një zarf i verdhur me vul dyli të kuqe. Brenda tij gjendet një kasete audio e regjistruar në vitin 2002, vetëm disa muaj para se Bekimi të merrte vendimin e tij final. Zëri në atë kaset është i thyer, i lodhur, por çdo fjalë është e qartë si kristall. Po flas në këtë kaset, thot Bekimi, sepse e di se askush nuk do të më besojë nëse e them me gojë. Do të thonë se jam i çmendur, se jam paranoik, se fama më ka shkatëruar. Por e vërteta është kjo: më kërkuan të bëhem informator, më kërkuan të raportoja për çdo shqiptar që takoja, për çdo bisedë që dëgjoja, për çdo lëvizje që shija. Dhe kur refuzova, më thanë se do të paguaja çmimin. Dhe e pagova. Sa e pagova. Kaseta u zbulua nga një gazetar investigativ që punonte për një dokumentar të pavarur. Ai na tregoi se si e gjeti. Një grua e vjetër më telefonoi në mes të natës. Tha se kishte diçka që duhej të shija. Ku shkova te shtëpia e saj, ajo më dha zarfin dhe më tha: unë isha pastruese në zyrën ku ata e thirrën Bekimin. Dëgjova gjithçka. Dhe kur ata hodhën kasetën në shportën e mbeturinave, unë e mora. E kam mbajtur për 20 vjet, duke pritur momentin e duhur. Ajo grua vdiq 2 javë pas takimit ton. Por para se të vdiste më tha: trego botës se çfarë i bën atij njeriu. Trego botës se ai nuk ishte i dobët. Ai ishte më i forti nga të gjithë ne. Në atë kaset, Bekimi përshkruan një takim që ndodhi në një vilë private jashtë Beogradit në vjeshtën e vitit 1999. Ai ishte firur atje në pretekstin se do të diskutojë një projekt i ri filmik, por kur arriti, gjeti 3 burra në kostume të zeza që nuk ishin prodhues. Ata ishin oficer të shërbimit sekret. Më ulën në një karrige, tregon Bekimi në kaset, dhe më treguan fotografi. Fotografi të familjes sime, fotografi të shtëpisë sime, fotografi të vendeve ku shkoja çdo ditë. Dhe pastaj më treguan diçka tjetër. Fotografi të shqiptarve që unë njija, të shnuara me icë të kuqi.
Këta janë armiq të shtetit, më thanë, dhe ti ke kontakte me ta. Kjo të bën bashkëpunëtor të tyre. Përveç nëse ti na ndihmon të kuptojmë se çfarë po planifikojnë ata, unë i pyeta, çfarë po planifikojnë? Ata janë artist, mësues, mjek, nuk janë terrorist. Dhe njeri prej tyre u përgjigj me një buzëqeshje të ftohtë. Çdo shqiptar që mendon se Kosova nuk i përket Serbisë është terrorist. Dhe çdo njeri që mbron terroristët është gjithashtu terrorist. Zgjidh anën tënde, Bekim. Bekimi refuzoi, dhe nga ajo ditë jeta e tij u bë një fer i kontrolluar. Telefoni i tij ishte përgjuar, makina e tij ndiqej. Mikët e tij filluan të largoheshin, të friksuar se shoqërimi me të do t'i vendoste në rrezik. Madje edhe fëmijët e tij filluan të merrnin telefonata kërcënuese në shkollë. Babaju yt është tradhtar, u thoshin atyre. Ai do të paguaj për atë që ka bërë. Por çfarë kishte bërë Bekimi? Asgjë, përveç se kishte zgjedhur të mbetej njeri, përveç se kishte refuzuar të tradhtonte popullin e tij, përveç se kishte besuar se arti dhe humanizmi ishin më të fortë se politika dhe urrejtja. Dhe për këtë krim, ai u dënua me izolim, me hares, me një vdekje të ngadaltë shpirtërore që zgjati 20 vjet. Në fund të kasetës, Bekimi thot diçka që të ngrin gjakun. Nëse dikush po dëgjon këtë pas vdekjesime, dua që të di këtë. Unë nuk u vetë vrava nga depresioni. Unë u vetë vrava nga protesta. Sepse në një botë ku të vërtetën e quajnë tradhti, vdekja është e vetmja mënyrë për të mbetur i ndershëm. A ishte kjo e vërteta që autoritetet përpiqeshin ta fshihnin? A ishte kjo arsyeja pse letra e tij u mbajt sekret për aq vite? Dhe kush ishin ata 3 burra në kostume të zeza që e detyruan Bekimin të zgjidhte midis tradhtisë dhe vetë shkatërrimit? Në dimrin e vitit 2003, vetëm javë para se Bekimi të merrte vendimin e tij final, ndodhi diçka që shumë pak njerëz e dinë. Një grua e re, gazetare e një televizioni të vogël shqiptar, arriti të hynte në shtëpinë e fëmijëve për një intervistë që nuk u transmetua kurrë. Emri i saj është Luana Krasniqi, dhe ajo tani jeton në Zvicër, ku ka kërkuar azil politik pas kërcënimeve që mori për atë intervistë. Ne e gjetëm dhe ajo pranoi të fliste për herë të parë. Kur hyra në atë shtëpi, na tregoi Luana me zë që dridhej. Ëndjeva, sikur kisha hyrë në një muze të trishtimit. Gjithçka ishte ngrirë në kohë, fotografi të vjetra në mure, libra të grumbulluar në çdo cep. Një erë rënd që të bënte të ndjehesh sikur ajri nuk ishte lvizur prej vitesh. Dhe pastaj e pash atë. Bekim Femiun, legjendën, ikonën, yllin që kishte ndriçuar ekranet e botës. Por njeriu që kisha përpara nuk ishte më ai yll. Ishte një hije, një fantazm e asaj që kishte qenë dikur. Luana e pyeti nëse do të pranonte të fliste për heshtjen e tij. Bekimi u ul në koltukun e tij të vjetër dhe filloi të fliste, jo për kamera, por sikur porfehej me veten e tij. Ai më tha, vazhdon Luana, se kishte marrë një vendim. Tha se kishte parë shumë gjak, shumë urrejtje, shumë padrejtësi dhe se nuk kishte më forcë të shikonte. Por ajo që më tronditi më shumë ishte kjo. Luana e pyeti nëse kishte frikë nga vdekja. Bekimi u përgjigj me një thjeshtësi që e la pa fjalë. Vdekja nuk më frikson. Ajo që më frikson është të jetoj edhe një ditë duke ditur se bota po vazhdon të vras, të urrej, të shkatërroj, dhe unë nuk mund të bëj asgjë për ta ndallur. Çfarë kuptimi ka një jetë e tillë? Pas asaj interviste, Luana u kthye në studio dhe u përpoq ta transmetonte materialin, por prodhuesit e ndalluan. Ata më thanë, na rrfeu ajo se ishte shumë e ndjeshme, se nuk ishte momenti i duhur, se njerëzit nuk ishin gati ta dëgjonin. Por e vërteta ishte se ata kishin frikë. Frikë se nëse transmetonin fjalët e Bekimit, do të hapnin një kuti Pandore që askush nuk donte ta prekte. Kaseta e asaj interviste u zhduk nga arkivat e televizionit, por Luana kishte bërë një kopje të fshehtë, të cilën e ruajti për 20 vjet. Ajo na e dha atë kopje me një kusht. Përdoreni. Tregojani botës se çfarë humbi kur Bekimi vendosi të hesht për gjithmonë. Tregojani se ai nuk ishte një njeri i dobët që u dorëzua. Ai ishte një luftar që luftoi në mënyrën e vetme që dinte,
me heshtje, me dinjitet, me refuzimin për të bërë pjesë e një loje të ndyrë. Por edhe pas vdekjes së tij, loja e ndyrë vazhdoi. Në ditët që pasuan largimin e Bekimit nga kjo botë, mediat e mëdha në Serbi e portretizuan si një tragjedi personale, si rezultati depresionit dhe alkoolizmit. Asnjë prej tyre nuk përmendi kasetën, asnjë nuk përmendi letrën e tij, asnjë nuk përmendi 20 vjet heshtje që ishin një proteste heshtur kundër gjakderdhjes. Në vend të kësaj, ata krijuan një narrativ të përshtatshme. Yli i rënë që nuk mund të përballonte humbjen e famës. Por ata që njihnin Bekimin e dinin të vërtetën. Rade Sherbegjia, aktori i famshëm që kishte qenë miku i tij më i ngushtë, dha një deklaratë që u censurua nga shumica e mediave. Bekimi nuk vdiq nga depresioni, ai vdiq nga turpi. Turpi të qenit i gjallë në një botë që kishte humbur çdo gjurmë njerëzimi. Ai vdiq nga dhimbja e të parit, se populli i tij po shkatërrohej dhe ai nuk kishte fuqi ta ndalonte. Ai vdiq nga vendimi i ndërgjegjshëm, se vdekja me nder ishte më e mirë se jeta në heshtje të detyruar. Këto fjalë nuk u transmetuan kurrë në televizionet kryesore, por ato u përhapën nëpër gojë, nëpër rrjete sociale, nëpër komunitete shqiptare në mbar botën. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, e vërteta filloi të dilte në dritë. Por a ishte shumë vonë? A kishte vdekur Bekimi kot, pa parë asnjë ndryshim? Apo mesazhi i tij, i mbëllur në atë letër të palosur në 3, ende po jehonte në zemrat e atyre që kishin guximin ta dëgjonin. Në qershor të vitit 2023, 20 vjet pas largjimit të Bekimit nga kjo botë, diçka e jashtëzakonshme ndodhi. Qyteti i Prishtinës vendosi të emërtonte një teatër me emrin e tij, Teatri Kombëtar Bekim Fehmiu. Ceremonia e hapjes ishte një moment historik. Mijëra njerëz mbushën sheshin. Shumë prej tyre mbanin fotografi të vjetra të Bekimit, të marra nga filmat e tij, nga ditët e tij të lavdis. Por ajo që ishte më e prekshme ishin gratë e vjetra që mbanin pankarta me fjalët e tij të fundit. Nuk jam i sëmur, jam i lodhur nga urrejtja. Në atë ceremoni, Ulix Fehmiu, djali i Bekimit, mori fjalën për herë të parë publikisht për babain e tij. Zëri i tij dridhej, por fjalët ishin të qarta. Babai im nuk ishte një heroj i filmave, ai ishte një heroj jetës reale, një njeri që zgjodhi të vdes me dinjitet sesa të jetojë në turp. Ai refuzoi të bëhej pjesë e një sistemi që u shkehej me urrejtje. Ai refuzoi të tradhtonte popullin e tij, edhe kur kjo do të thotë të tradhtonte karrierën e tij, pasurinë e tij, madje edhe shëndetin e tij mendor. Dhe për këtë, ne duhet ta nderojmë, jo si një viktim, por si një luftar që luftoi në mënyrën e vetme që dinte. Fjalët e tij u pritën me një heshtje të thellë, të ndjekur nga një duar trokitje që zgjati për minuta të tëra. Njerëzit qanin, jo nga trishtimi, por nga krenaria, krenaria e të pasurit, një hero që kishte zgjedhur parime mbi famë, dinjitet mbi para, heshtje mbi përfshirje në një lojë të ndyrë. Por çfarë u bë me ata që e detyruan Bekimin të heshtë? Çfarë u bë me ata 3 burra në kostume të zeza që e thirrën atë vil dhe i treguan fotografi të familjes së tij? Sipas burimeve tona, 2 prej tyre jetojnë ende, njëri në pension në Beograd, tjetri në një vil luksoze në Mall të Zi. Asnjë prej tyre nuk është pyetur kurrë për rolin e tyre në shkatërimin e Bekim Fehmiut. Asnjë prej tyre nuk ka kërkuar falje. Asnjë prej tyre nuk ka pranuar përgjegjësi. Ata jetojnë në paqe, ndërsa Bekimi pushon në një varr të thjeshtë në Beograd me një gur që mban vetëm emrin e tij dhe 2 data, data e lindjes dhe data e largjimit. Por ndoshta kjo është drejtësia e vërtetë, se ndërsa ata jetojnë në Hares, Bekimi jeton në kujtesën e një kombi të tërë. Ndërsa ata janë zhdukur në errësirën e historisë, Bekimi është bërë një simbol i rezistencës, i dinjitetit, i refuzimit për të përkullur para urrejtjes. Në vitin 2021, një dokumentar i pavarur tituluar Heshtja që vrau më shumë se plumbi u shfaq në festivale ndërkombëtare. Ai tregonte historinë e plot të Bekimit, jo vetëm ylin, por edhe njeriun, luftarin, protestuesin e heshtur.
dokumentari fitoi çmime në Cannes, në Berlin, në Sundance. Por më e rëndësishmja, ai hapi një debat që ende vazhdon. Sa kushton të jesh i ndershëm në një botë të çoroditur? Sa kushton të mbetesh besnik ndaj identitetit tënd kur bota të kërkon të ndryshosh? Sa kushton të zgjedhësh heshtjen si protest kur të gjithë presin që ti të flasësh? Këto pyetje nuk kanë përgjigje të lehta, por historia e Bekim Fehmiut na mëson diçka thelbësore. Se ka momente në jetë kur heshtja është më e fuqishme se çdo fjalë. Kur refuzimi për të luajtur lojën është më i guximshëm se çdo veprim. Kur vdekja me nder është më e vlefshme se jeta në turp. Bekimi e dinte këtë, dhe ai pagoi çmimin më të lartë për këtë dije. Sot, 20 vjet pas asaj dite të errët të qershorit, emri i Bekim Fehmiut është bërë më i fortë se kurrë. Teatri në Prishtinë që mban emrin e tij është plot çdo natë. Filmat e tij janë rikthyer në ekrane, libra janë shkruar për jetën e tij, dokumentar janë xhiruar për luftën e tij të heshtur. Por më e rëndësishmja, ai është bërë një simbol i rezistencës kundër urrejtjes, i dinjitetit në kohë të poshtërimit, i refuzimit për të përkullur para presionit. Fëmijët shqiptar mësojnë për të në shkolla, të rinj e citojnë në protesta. Artistët e marrin si shembull kur përballen me zgjedhje të vështira midis artit dhe politikës, midis parimeve dhe karrierës. Por pyetja që mbetet është kjo: a dëgjoi bota mesazhin e tij? A ndryshoi diçka? Përgjigja është e ndërlikuar. Në njërin anë, Ballkani ende mbar plagët e luftrave të viteve 90. Urrejtja ende ekziston. Nacionalizmi ende ngre kokën. Njerëzit ende ndahen sipas gjuhës, fesë, kombësisë. Në këtë kuptim, Bekimi humbi betejën. Por në anën tjetër, ka diçka që ka ndryshuar. Ka një brez të ri që refuzon të urrej. Ka artistë që refuzojnë të bëhen vegla të propagandës. Ka njerëz që zgjedhin të mbeten njerëz, pavarësisht presionit për të bërë ushtar të një lufte që nuk është e tyre. Dhe kjo ndoshta është fitoria e vërtet e Bekim Fehmiut. Jo se ai ndryshoi botën me njëherë, por se ai mboli një far dyshimi në zemrat e atyre që mendonin se urrejtja ishte vetmja rrugë, një far shprese në zemrat e atyre që mendonin se rezistenca ishte e kotë, një far dinjiteti në zemrat e atyre që mendonin se përkulja ishte pashmangshme. Branka, e cila jetoi edhe 10 vjet pas Bekimit, tha me një nga intervistat e saj të fundit: "Njerëzit më pyesin nëse pendohem që e mbështeta Bekimin në vendimin e tij për të heshtur. Dhe unë u përgjigjem: jo, sepse ai nuk heshtoi nga dobësia, ai heshtoi nga forca. Ai heshtoi sepse e kuptoi se në një botë ku fjalët përdoren për të nxitur urrejtje, heshtja është arma më e fortë. Dhe nëse edhe një njeri, vetëm një, kuptoi këtë mesazh dhe vendosi të mos urrej, atëherë Bekimi nuk vdiq kot. Ajo vdiq në vitin 2013, 10 vjet pas Bekimit, dhe u varros pranë tij. Në gurin e saj të varrit shkruan: "Ajo që deshi një njeri që zgjodhi heshtjen mbi urrejtjen." Sot, nëse shkoni në varezat e Beogradit, do të gjeni vareza e tyre të mbuluar me lule. Jo vetëm nga shqiptarët, por nga serb, kroat, boshnjak, nga njerëz të gjitha kombësive që kuptuan se Bekimi nuk ishte hero i një kombi, por hero i njerëzimit. Dhe ndoshta kjo është mësimi më i madh i historisë së tij, se në fund ne nuk jemi as serb, as shqiptar, as kroat. Ne jemi njerëz. Dhe sa herë që harrojmë këtë, ne paguajmë çmimin më të lartë, çmimin e njerëzve si Bekim Fehmiu, që zgjedhin të vdesin sesa të jetojnë në një botë që ka harruar se çfarë do të thotë të jesh njeri. Miq, si e shihni ju historinë e Bekim Fehmiut? A ishte ai viktime një sistemi mizor që e detyroi të hesht, apo ai vetë zgjodhi këtë rrugë si një akt proteste të ndërgjeshëm? A mendoni se heshtja e tij 20 vjeçare ishte dobësi apo forca më e madhe që një njeri mund të tregojë? A ka ende vend në botën tonë për njerëz si ai, njerëz që zgjedhin parime mbi famë, dinjitet mbi para, heshtje mbi përfshirje në lojra të ndyra? Shkruani mendimin tuaj në komente. Na tregoni nëse e mbani mend Bekimin, nëse keni dëgjuar për të nga prindrit ose gjyshrit tuaj, nëse historia e tij ju ka prekur.
Dhe nëse besoni se mesazhi i tij, se urrejtja vret më shumë se çdo armë, është ende i rëndësishëm sot, atëherë ndani këtë video me miqtë tuaj. Sepse sa më shumë njerëz ta dinë të vërtetën, aq më pak fuqi kanë ata që përpiqen ta fshehin atë. Shtypni like nëse kjo histori ju preku. Abonohuni në kanal për më shumë histori të tilla. Histori që nuk guxojnë t'i tregojnë, por që duhen dëgjuar. Dhe mbi të gjitha, mos harroni, në një botë plot urrejtje, të qenit njeri është akti më revolucionar që mund të bësh.